Përshëndetje të gjithë të ftuarve, përshëndetje studentëve, ne të vitit kaluar edhe të këtij viti. Emocioni është i njëjtë, edhe për ne që kemi mbaruar vitin e kaluar, emocioni është i njëjtë, po të na shikosh, akoma fillohen ato. Edhe pse nuk është diçka për të kujtuar ose për të parë se si ka qenë ky vit, unë them që ka qenë 3 vite plot bekim për jetën time. 3 vite mirënjohje me stafin. Disa herë me stafin, me mesazhe, me çështjen e detyrave, koha, limiti i mbarimit të detyrave. Shpeshherë shikoja veten, a jam duke bezdisur jonën, drejtën. Ai çfarë jam duke bërë? Të qenë në mision me kohë të plotë. Ka ato vështirësitë e veta, të qenit familjar, baba me 3 vajza. Po ja del. Nëse ti ke vullnet, nëse ti beson në Perëndim, nëse ke njerëz të hirshëm, ti ja del. Dhe të qenit këtu përpara do thotë që ne mund të dalim me Krishtin. Koha në 20 lëng ka qenë diçka e ardhur nga bashortja ime Olsa. Ajo ishte para që ishte duke bërë 1 vit më përpara se unë të njëjtën shkollë. Dhe duke parë jetën e saj, duke parë se sa e bekuar ajo ishte, kohën e studimit. Në fillim isha paksa dyshues nëse a mund t'ja dalë, a mund t'a bëj, a mund t'a përballoj. Sepse të qenurit siç thash në mision, në atë kohë ishim 16 vite në mision, me të rinë në një mision, në kishmbjellje, në shërbesa të ndryshme, dhe ishin kaq shumë gjëra. Por lavdia e përket Perëndis. Ai bëri të mundur që ne të jemi sot këtu të gjithë. Dhe është kënaqësi për mua. Unë shikoj Raxhin që është atje nga shërbesa që ne kemi filluar. Është një lloj me mua duke diplomuar. Dhe kjo është kënaqësia dyfish për mua, duke parë të njëjtin gjë pra. E njoh Raxhin që 8 vjeç, 9 vjeç, duke shërbyer në atë komunitet. Dhe tashmë ne jemi të dy duke u diplomuar në të njëjtën kohë dhe ka qenë një shtys, dëshira ime ka qenë që ai të ishte në këtë shkollë, pra të ndishte, sepse ka qenë një ndikim shumë i madh për jetën time, ka pasur një impakt. Dhe edhe pse një kohë të gjatë në mision, përpara podiumit duke u predikuar, kur del dhe shikon, ka akoma më shumë. Dhe për mua jam ndier si pjesë, si ata që kanë qenë në Tiranë, ne jemi nga Zumi, shumë disa nga fatyrat, jemi më shumë nga Zumi se sa, apo jo plot, më shumë bisedat në grupet e vogla, ka qenë ato që kanë ndikuar për mirë, dhe ka qenë kaq shumë bekim duke njohur dhe pjesën tjetër të studentëve. Por grupet e vogla kanë qenë kaq shumë bekim edhe atje. Dhe unë them faleminderit stafit drejtues, faleminderit që kemi qenë një bekim për gjithë secilin nga ne, për mua personalisht, të hirshëm, me limitet e kohës të tyre. Shumë faleminderit, është një bekim dhe unë gjithmonë e them në Elbasan, në Aleancë, kur ne kemi në pastorë që është një nga shkollat që duhet bërë. Gjithmonë jam duke bërë një reklam dhe duke këshilluar që besimtarë të ndryshëm, drejtues të ndryshëm mund ta bëjnë të njëjtën shkollë. Sepse do të shikojnë se si është me të vërtet të jesh një student. Dhe unë besoj që gjithë secili nga ne mund të shikojnë që ne ja dolim, Dhe mi ja dolim. Shumë faleminderit.